Arbana, moderatore dhe producente e njohur, ka sjellë një frymë të re në Shkodër me postimin e saj të fundit në Instagram. Ajo ka ndarë një moment të veçantë, kur duke mbajtur në duar një shport plot me ballokume, tregon se ndjesia e buzëqeshjes është e padiskutueshme. Ky postim është një reflektim i pasionit të saj për ushqimin dhe traditat shqiptare. Ajo shkruan: "Një vrap në Shkodër për të dërguar edhe atje ballokumet më të mira në botë." Një mesazh që thot shumë për angazhimin e saj ndaj kulturës shqiptare dhe për kushtimin për të promovuar produkte vendore. Me sjelljen e saj, Arbana nuk është vetëm një figurë e njohur nga televizioni, por gjithashtu një nënë e kujdesshme dhe një biznesmene e suksesshme. Restoranti i saj Banas vazhdon të jetë një destinacion i preferuar për shumë, dhe kjo foto shërben si një promovim i shkëlqyer për produktet e saj. Reagimet nga ndjekësit e saj kanë qenë pozitive, duke e komplimentuar për energjinë e saj pozitive dhe angazhimin në ruajtjen e traditave shqiptare. Komentet janë të mbushura me urime dhe përgëzime drejt vendlindjes së saj Shkodrës, që ka një trashëgimi të pasur kulturore. Ky vrap në Shkodër nuk është vetëm për të shpërndar ushqim, por për të sjellë së bashku bashkëdhetarët përmes gjërave që na bashkojnë, siç janë shihet e njohura. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për Arbana për të lidhur dy botë, atë të mediave dhe atë të gastronomisë. Në një ambient të ngrohtë dhe mikpritës, Arbana arrin të krijojë një atmosferë të veçantë, duke u bërë pjesë e memorieve që do të ruajnë të gjithë ata që e vizitojnë Shkodrën. Kjo është premtimi i saj për të sjellë ballokume, që është më shumë se një ëmbëlsirë. Ajo është simboli i bukurisë dhe traditës sonë. Përveç kësaj, Arbana tregon se është një grua e fortë që balancojnë karrierën me jetën private, duke inspiruar shumë të rinj për ta ndjekur pasionin e tyre, duke u angazhuar në mënyrën që ajo e bën. Angazhimi i saj me Shkodrën dhe komunitetin tregon një lidhje të fortë me vendlindjen dhe traditat. Në përmbyllje, ky postim në Instagram është më shumë se thjesht një foto. Është një thirrje për të ndjekur traditat, për të shijuar jetën dhe për të mbështetur prodhime vendore. Arbana, me natyrën e saj të përkushtuar, vazhdon të jetë një shembull frymëzues për të gjithë ata që kërkojnë të ruajnë vlerat e kulturës.